dhe pavarësisht kërkesave të vazhdueshme për ndërhyrje, deri më tani nuk është marrë asnjë veprim konkret nga institucionet komunale. Kjo rrugë është problematike për furnizim, për shërbime shëndetësore duhet me shku në Këqekull. Është e pamundën me lëviz kur fillojnë shirat edhe në pranverë. Nuk dilet veç me traktor. Furnizimin e bojmë zakonisht me kolisë ose me një traktor. Rruga ka qenë e parapa me 2 km 200 metra, 1 km 100 metra shtru në 2023, me shpresje vitin tjetër kemi me vazhdue, për 2023 nuk ka më kur gjë. Jemi në hall, 3 shpive që janë shpërngull, ne kena metë edhe 10. Banorët thonë se kanë bërë ankesa të një pasnjëshme pranë komunës së Prishtinës, por nuk kanë marrë përgjigje dhe as nuk janë pranuar për të paraqitur shqetësimet e tyre. Qatë pare që jenë hitë qatë rrugën, atje ka pasë me shku të në fund. Jo kanë lujtë qmimet, shtrej një kompani, te që aty thama ne, s'kam të ndërem, s'kam pare. O shkën mirë me i këthyë sytë pak nga na, se tatimin bi prona për to, këpë i babe, për qka kemi i pagujme, jemi kontribut dhënës